Hyrja e Luizellit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 ka sjellë atë që pritej, rritje drastike të shikueshmërisë dhe rikthim të vëmendjes masive te formati. Por ky sukses ka sjellë edhe një problem të madh te ndjekësit, të cilët kanë nisur një fushat të pazakontë në rrjetet sociale. Në faqen zyrtare të programit, qindra komentues po kërkojnë me humor largimin e menjëhershëm të fituesit të Big Brother VIP 2. Arsyeja nuk është sjellja e tij, por fakti se ai po i mban të gozhduar pas ekranit deri në orët e para të mëngjesit, duke u bërë pengesë për punën dhe shkollën. Komentet epike kanë pushtuar rrjetin. Një ndjekës i shkruan produksionit: "O produksioni, a ke mundësi të dali jashtë Luizi se ngelëm deri në mëngjes pas Luizit pa punë, pa gjë. Ore, a keni shpirt, zemër?" Një student shpreh hallin e sezonit të provimeve. "A ka mundësi të martën me dal ky se jam me sezon, më la pa mësu." Një tjetër shton shkurt dhe qartë: "Aman dil nga Bigu se na le pa punë." Kjo situatë tregon më së miri efektin Luiz, ku publiku që kishte braktisur formatin tashmë është rikthyer fuqishëm, aq sa janë gati të sakrifikojnë gjumin dhe angazhimin editore vetëm për të ndjekur batutat dhe lojën e tij. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.